Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dashur shikues, mirë se vini në programin tonë. Sot jemi bashkë për të folur rreth një teme që gjithë e njohim, por ndoshta jo gjithmonë e mendojmë thellë. Kurani është pjesë e jetës tonë. E ndëgjojmë, e lexojmë, e respektojmë. Por shpesh na vjen një pyetje e thjeshtë. Pse duhet ta lexojmë Kur'anin? Çfarë na jep ai në jetën tonë të përditshme? Për këtë pyetje dhe shumë gjëra tjera do t'i flasim sot në një mënyrë të hapur edhe të kuptueshme. Pra pyetja është, pse duhet ta lexojmë Kur'anin? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet, lavdrimet I takojnë Allahu xhaleshanuhu. Salavatet dhe selamet I takojnë Muhamedit alayhi salam. Kurani është fjala e Allahut dhe është drita e zemrës sonë. Kur e lexojmë Kur'anin ne mësojmë të jetojmë drejt, si të sillemi me njerëzit dhe si ta duam Allahun. Edhe nëse lexojmë vetëm disa ajete, çdo ditë Allahu na jep shpërblim të madh. Kurani na qetëson, na largon nga gjërat e këqija dhe na mëson të jemi besimtar të mirë. Ramazani është muaji I Kuranit dhe është koha më e bukur për ta lexuar atë. Kur lexojmë Kuranin, engjëjt na dëgjojnë dhe na rrethojnë me mëshirë. Prandaj le ta bëjmë zakon që çdo ditë të lexojmë të paktën pak Kur'an dhe ta mbajmë në zemrat tona. Falenderojmë nxënësin për këtë këshill të bukur. Allahu inshallah e bën Kur'anin pranver të zemrave tona. Allahu ja u pranoft agjerimin.